Rimana i humbi shansin e artë për të bërë eroj i madhi të gjithë shqiptarëve në një mbrëmje futbolli, por në një mbrëmje futbolli jo normale, pasi Shqipëria po luante kundër Serbisë dhe mana ishte vetëm 11 metra nga shënimi i golit, që për fatin e keq nuk hyri në rjet. Skena që nuk do të harrohet kur nga Air Albania ishte ajo kur të gjithë tifozët ishin në këmbë dhe pasi hyse era në tokë pas kontaktit me lojtarin e Serbisë, të gjithë tifozët ishin me duart e ngritura duke vendosur gishtin nga 11 metrat dhe pasi arbitri e dha këtë penalti, të gjithë shpërthyen në fest, sikur Shqipëria të kishte shënuar një gol. Më pas erdhi i ekzekutimi i dobët i Rimanajt dhe nga një eroj i mundshëm i Manajt në Shqipëri, eroi u kthye portieri Petrović në Serbi. Pra serbët e gjetën një ero nga ndeshja e futbollit në Air Albania, ndërsa Shqipëria për fatin e keq jo. Por pas ndeshjes, të gjithë kishim një ide në kokë, se përse Shqipëria është në shumicën e rasteve kaq e pafat në futboll. Nuk ndodh kurrë që në një moment të vijë një ndihmë sado e vogël nga fati që Shqipëria të fitojë ndeshje të mëdha. Në gjithë historinë tonë, kjo nuk ka ndodhur, ndërsa me Silvinjon ndryshoi vetëm në kualifikuesit e Europianit dhe tani u rikthyem në të njëjtën temë. Fati na mungon dhe për të kuptuar se sa të pafat kemi qenë realisht kundër Serbisë, vjen një detaj i fundit nga Serbia. Përgatitësi portierëve të Serbisë, Čumić, ka treguar se si portieri i Serbisë i apriti Rimanajt penalltin. Besojeni ose jo, por përveç ekzekutimit të dobët të Manajt, kemi pasur edhe fatin kundër. Te Serbia kishte studiuar penalltit e Kristian Aslanit, pasi prisnin që të gjuante nga 11 metrat vetëm Aslani, i cili në të kaluarën kishte gjuetur në krahun e djathtë të portierit, dhe kur shkoi Manaj pranë topit, portieri mbajti studimin e bërë të Aslani, duke u hedhur po në krahun e djathtë, atje ku goditi edhe Rimanaj. Pra, megjithëse flasim për dy lojtarë të ndryshëm, nëse Aslani do të kishte goditur në krahun e majt më parë te Shqipëria, me shumë gjasa, Petrović do të ishte hedhur në krahun e majt dhe Shqipëria mund të kishte festuar golin e parë me Rimanajin. Penalltit janë si një llotari, nuk i dihet asnjëherë, por sigurisht ne përgatitemi shumë. Në përgatitjen e ndeshjes ne analizuam shumë dhe u përgatitëm, por kishte një problem. Ne nuk e prisnim që të gjuante Manaj penalltin e Shqipëria. Mendova se Aslani do të gjuante nga 11 metrat. Ai ka gjetur penalltit e Interit dhe të Shqipëria. Deri tani ka qenë vetëm Aslani, 2 herë gol dhe në të dyja herët në krahun e djathtë. Dhe kur e mori topin, po pyesja veten nëse Petrović e mban në mend apo jo analizën e krahut të djathtë. E pyeta prap Petrović pas ndeshjes dhe më tha se po. E mban në mend analizën, por sigurisht nuk duhet të heqim edhe atij meritën, sepse nëse të gjithë do të ndiqnin këshillat tona, atëherë të gjithë portierët do të ishin fenomenal, tha serbi, ndërsa shqiptarët mund të bënë akoma më shumë hedhime koke pas kësaj deklarate për të kuptuar se si fati na braktisi në Air Albania.